Problemet infrastrukturore janë bërë pjesë e përditshmërisë së banorëve të bashkësisë lokale numër 9 në Brekac, të cilët prej vitesh përballen me mungesë të infrastrukturës. Gjendja infrastrukturore në rrugën Patriot Berisha bëhet edhe më vështirë në kohën e rreshjeve atmosferike, pasi pjesa dërmuese rrugës mbushet me ujë dhe përpasoj vështirëson edhe qarkullimin, thot Ali Ibrahimi. Shqetësimi rrugës që është rruga e kanë lënë si mbrapa mbetun. Puna e kanalizimit e ujnave të shiut, që këto të shtëpia vështë, po met, që qysh që ushtrua e pjesa nej, kjo është met e pa. Pse ka ndodhur kjo ndërkohë? Po mos marrëveshja e banorëve këtu. Gjatë rreshjeve atmosferike, uji i mbledhur në rrugë shumë shpesh dëpërton edhe në hapësirat të podrumeve të shtëpive, thot ky banor. Tash sjell të lashe molla. Si rritet ujt, bëhet deri në gun këtu. Vjen s'ka ka më shku dhe cilët edhe kthehet nëpër shtëpia, nëpër podrume, nëpër klosh, se s'ka ka më dal. Kneja kanë bllokuar, kanë qenë manal, kneja kanë ujë. Jo mbet pashti kanalizimit për shembull, më shti edhe i parë ceva. Jam e lidh me ato, me ato s'kon atje, se ajo është shumë e poshtë, po me lidh me qitë që është ky kanalizimi tjetër, me qitë ku derdhat atje në pjesën e pronit. E kur është fjala për kërkesat për sanim të problemit, Brahimi thot se ato nuk kanë munguar, por nuk janë trajtuar asnjëherë. Kanë bërë kërkesa disa, këtu i kanë shkruar disa herë, po pa diha. Është kënë vesh shurthur. Banorët kërkojnë zgjidhje më të shpejtë dhe reagim nga institucionet që mos ju vështirësohet jetesa, që është një e drejtë elementare e tyre.